Ligji për barazinë gjinore që kaloi pak ditë më parë në parlament nuk është pritur mirë nga qytetarët Dibran. Këta të fundit thonë se me sa informacion kanë ky ligj ke ligjet hyjnore të cilat ekzistojnë po aq sa njerëzimi. Ata shprehin se me këtë ligj po prishet familja shqiptare, ajo që deri tani ka qenë gjoja më e shtrenjtë. Qytetarët e Dibrës kërkojnë që të zhvillohet referendum për një ligj të tillë i cili sipas tyre cënon figurën dhe dinjitetin e çdo shqiptari. Po ashtu Dibranët janë të mendimit që e gjithë Shqipëria duhet të çohet të protestojë për të mbrojtur dinjitetin e familjes. Çfarë mendesh, skandal një herë, shqiptar, nuk martohet burr me burr. Ne kemi familjen shumë të shenjtë. Familja shumë e shenjtë. Kjo është ligj absurd. Këto janë bandit. Një bandë ban këtë punë. Se të shkatroj familjen shqiptare vetëm këto e bën. Më turp nuk ka më. Zoti e ka kriju burr grua, më ka kriju rreth tjetër, e ka kriju. Më turp populli do të gjetë revolt për këtë lloj problemi më. Kjo lloj problemi. Më shkatru njerëzin. Shumë negativa. Me bërë referendum i humur komplet, i dihet mos e zëm populli vet. Nuk bëhet ai. Jashtë çdo lloj normal jenë kokë. Po të marrim atë në thjeshtën më naivën, do të thotë që nuk ka shtesë. Do të thotë plakët gjithë njerëzimit aq që është në këmbë, edhe fillon mbrapa kot. Nuk pashikohet ajo punë, është katastrofë. Ma poshtërsi s'ka, sidomos Dibra kupton shumë këtë punë. Po fëmijët se më na e dim, po fëmijët do na preshën fëmijët. Ata si mirë atë në ligjin, ata nuk janë, ata i quj, s'ka bëvaki kjo në i herë, tash e bëjnë këta trit e këta qishën. Ata s'duhet t'i pranojnë disa gjëna, ata si jemi. Asë se thot asë zoti asë kur gjanë. Kërkush. Vesh e thot ke qeveria jënë. Ne jemi kundra.